ko ka shty seanca ndaj të akuzuarit për vjedhjen e 170 argjetave. Kjo vjedhja e 170 argjetave rezulton në 133 euro. Okej? Çka është këtu pse duhen me fol këtë çështje që ne kemi me t'i madh. Çka ndodh në një vend ku ministra, kryeministra refuzojnë me shku në seanca me pretekstin valla se kom ditur që kom me shku në seancë, ku e kanë ditë krejt, me media, me krejt, me mëngjes e kanë qitë, ama ministri se ka ditë, s'është më rëndësi, tani fillojnë edhe këta hajnat e vegjel, të mendu gjithmonë të bazun që ta që i ka vjedhë 170 argeta, me thonë, vallaj s'po shkoja, se unë në seancë, hajtë, punë e madhe, 133 euro si kanë si s'kanë. Normal, 1,33 cent, çka do koft, mëre, edhe 1 cent koft, është e vjedhme, s'është e jotja, dush me kthy. Po, qa me bo? Qështu ndodhë në shtetin ku krenohemi që i kena luftu të gjitha strukturat, nese.